Selamu alaikum. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Janë disa akuza dhe paragjykime ndaj hoxhallarëve që bëjnë video pak më ndryshe. Për shembull në male, në vetur, si për shembull Hoxh Bekir Alimi apo Hoxh Ahmet Kalaj. Në aeroplan, Në aeroplan, në shkretë të tirë, Po. xhami, para xhamisë. Po. Po dhuni kam. Po edhe ne i bëjmë asi. E akuza e tyre është ju e bëjni për famë, për lajka, për audiencë, për xhamat, nuk e bëjni për Allah. Si ju kishe përgjigj? Shive, o një hadith që thot Zoti nuk shef sa të bukur jeni edhe çka keni vesh. Po i shef zemrat e juaja dhe veprat e juaja. Thash ne, ka mundësi mi bo operacion që ata njerëz edhe me u fut në zemrat e tyre dhe me pa ata se me pse e bëjnë. Çfarë qëllimi? Po, ku e kanë qëllimin? A e bëjnë për famë, e bëjnë për hir të Zotit. Por atë çka me mendu mirë për njerëzit është mirësia më e madhe që mundet me pas dikush. Unë sot fola, nëse flasim, flisni për mirë. Nuk kërkohet prej askujt me komentuar se nuk flet mirë. Pse hindju na? Pse bën mëkat? Pse bën gibet? Pse përgojon? Nëse edhe në qoftë se ai e ka për like edhe. Pse ti dhon me ra prej atij problemi ose asaj vepre? Po patjetër me komentuar ne. Apo patjetër ne me dal edhe me shajt ose apo me lavdruar. Jo, nuk ka patjetër. Ose flisni mirë ose heshtni. Kështu ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Flisni mirë ose heshtni. Nëse nuk ke një jetë me fol mirë, hesht më mirë. Ata hoxhallar, ata profesor, ata akademik, njerëzit duhet dikush më marrë duhet dikush me fol. Por me tërheq varretin këtij populli, me afru ka e mira dhe me largu nga e liga. E tash njerëzit e kanë gjetë mënyrën, dikush mirët shumë rrinë mal. E tash frizon malin për me ia dhënë një këshill dikujt. Dikush punon në anije, për shembull. Ati nuk i vjen rejnë me dalë në tokë. E patjetër në anije ati mi bëta videot. Dikush rrinë ma shumë xhami, dikush rrinë ma shumë shkollë, dikush ma shumë rrinë fabrike në pune. E secili tash me mundësitë e vetë është mirë me thonë një fjalë të mirë. Por atë çka unë mendoj që hoxhallar nuk kanë rregull me akuzu për diçka që mundet me qenë e pavërtet. Po edhe me qenë e vërtet, pse me akuzu? Ata në të mirën me Zotin e tyre. Edhe hoxhallarët, edhe kush do të qashtë, apo? Po shembull, ti prej nga e di që unë tash këtë që jam duke thonë, a e kam fisabilillah, a e kam vetëm me dal në YouTube aty, ose në rrjetet sociale. Prej ka e di. Askush nuk mundet me e ditë zemrën e dikujt dhe niyetin e dikujt. Për atë shkak, të gjitha veprat pranohen sipas niyetit, jo sipas formës që mundesh ti dhe unë me bon para tjerëve. Unë mendoj mirë për të gjithë, inshallah xhallarët mendoj që ato e kanë për Zotit. E kush don me ndëgjoj, kush nuk don, nuk është patjetër me ndëgjoj. Zoti shpërbleft. Allah na udhëzoft të gjithëve edhe së bashku në xhenet na çoft inshallah. Domethënë paragjykim nuk duhet me bëj. Paragjykimi është ndaluar. Paragjykimi është ndaluar sepse është mëkat në vetvete. Mendoni mirë për njerëzit, mos paragjykoni për njerëzit. Faleminderit. Allah shpërblet. Amin.